A i keni pa krejta që kanë vrejtje për fen. Munohen me lidh fen me Arab. Ja me tesha, ja me shami, ja me jujni Arab, shkoni të Arab, thënë e qafe në Arabi, kur pja u qesëm na statistikat, tani normal, s'po njihen mirë, sepse vetëm 17% muslimanëve në botë e përbojnë Arabt. Krejt pjesa tjetër në botë janë musliman ju Arab. Edhe Islami e ka kalu arabizmin, le të themi kushtimisht. S'është fe që identifikohet me Arab. Edhe si vrejtje kish me konë, edhe për muslimanët ka njëherë, edhe na si musliman shqiptar, për shembull, feja është fe, ndërkaq na respektojna kulturën arabe, po fund ditës nuk e kemi patjetër me marrë çfarë do kulture që lidhet me arabt. Sepse sa ma shumë që të lidhim fe me arabizimin, në fakt i bojna dam fes. A i keni pa ka njëherë, po më çuditin këtu edhe në për Evropë, këta Gjermante, Zvicrante, kur bonë musliman që shkanë qeh me vesh ata fistanat, ata gelabijat. Sigurisht, kjo është veprim i lirë, që kush vesh çka don. Vetëm nëse veshet me bindje që ka të bëj me fe, është totalisht gabim. Ba nëse vesh ty pe i qefit, ti mund me vesh dhe një fistan. Mirë po, me ndërlidh me fe është fort gabim, sepse feja jo nuk lidhet me formë teshave. Feja jo thot du të me mlu trupin. E mlon me fistan, e mlon me polt, e mlon me pantolla, e mlon me është çështje kulture, dhe më nuk është çështje që e ka determinu feja jonë.